Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë në pjesën e tretë për rregullat martesore. Mehri. Mehr do të thotë dhurata e obligueshme e kurorëzimit që burri ja jep gruas së vet menjëherë pas lidhjes së kurorës. Mehri muajjale, gjithsesi pra me vonë, pas ndarjes eventuale ose pas vdekjes së burrit, mehri muajjal. Sipas kësaj mehri është një lloj garancë për gruan në rast të shkurorëzimit apo të vdekjes së burrit. Pas vdekjes së burrit është obligim që së pari të paguhet mehri i caktuar nga pasuria që ka lënë ai e pastaj të paguhen borxhet e tjera të tij. Pas paguajtjes së këtyre borxheve nga pasuria që ka lënë ai, pjesa tjetër e pasurisë u ndahet trashëgimtarëve ligjor, ndër të cilët bën pjesë edhe gruaja e tij. Ideti pritja. Me qëllim që të vërtetohet në mënyrë më të sigurt aftësia e fëmijëve gjithsesi që të mos përzihet gjaku, gruaja e lëshuar dhe veja është e obliguar që sipas dispozitave që i parasheh shariati të pres një kohë të caktuar në mënyrë që të mund të lidhë kuror të re. Gruaja e cila ka menstruacione hajd do të pres 3 pastrime, ndërsa ajo që s'ka do të pres 3 muaj. Ndërkaq gruaja e cila është shtatzën, ideti i saj, pritja e saj mbaron me lindjen. Ideti i gruas pas vdekjes së burrit zgjat 4 muaj e 10 ditë, ndërkaq mbaron nëse është shtatzën pasi ta lind fëmia. Të drejtat e bashkëshortit. Në kuror edhe burri edhe gruaja kanë të drejta dhe obligime. Nëse i kryejnë si duhet jeta e tyre bashkëshortore do të kalojnë në mirëkuptim, dashuri dhe harmoni. Në të kundërtën, nëse bashkëshortët nuk i kryejnë me vetdi obligimet e jetës bashkëshortore, atëherë padyshim do të vijë deri te mosmarrveshja, grindja, madje edhe deri te shkurorëzimi. Për atë, Islami i ka precizuar të drejtat dhe obligimet e burrit dhe të gruas. Bashkëshorti është i detyruar që në mënyrë të denjtë të tërheqë vërejtjen gruas në higjienën personale nëse kësaj nuk i kushton rëndësi, në veshjen e përshtatshme dhe atë brenda kufive të dispozitave. Nëse pa ndonjë shkak dhe pa arsye, janë ndërpret burrit marrëdhëniet intime. Nëse pa arsye dhe justifikim i lë pas dore obligime, siç janë namazi, agjerimi e tjerë. Nëse pa nevojë dhe pa lejen e burrit del prej shtëpie në fqinjësi në vende publike e tjerë. Nëse e fyen dhe nënshmon burrin, e thret me emra të papëlqyeshëm e tjerë. Nëse nuk i kryen obligimet e veta që duhet i kryej si grua dhe si nën. Nëse e nënshmon dhe ofendon familjen dhe shokët e burrit, pastaj janë obligimet e bashkëshortit. Bashkëshorti është i obliguar që të mbajë familjen e vet sipas mundësive të tij materiale, qysh përpara të ja jap gruas dhuratën e kurorës, mehrin muajjal. Të sillet në mënyrë njerëzore dhe korrekte me gruan, të kujdeset për edukimin e drejtë të fëmijëve, të ruajë dhe të respektojë autoritetin dhe dinjitetin e gruas, ta shmojë dhe ta nderojë familjen e gruas. Të drejtat e bashkëshortes, bashkëshortja ka të drejtë që në mënyrë të pavarur të disponojë me pasurinë në vete. Një herë në javë të vizitojë prindrit e sipas nevojës edhe më shpesh nëse jeton në afërsitë e tyre. Një herë në vit të vizitojë të afërmit e saj siç janë vëllezërit, motrat, miqëllar, tezët e tjerë, e nëse jetojnë në afërsi dhe më shpesh. Të arsimohet e të përsosit në shkencë, e posaçërisht në lëmin e besimit, të kryej haxhin përderisa është obliguar. Të mos e dëgjoj burrin në sa i lyp prej saj, të punojë ditë që është në kundërshtim me dispozitat e besimit dhe nderit. Obligimet e bashkëshortes janë që ta ruajë nderin dhe dinjitetin e burrit të vet, që t'i lejojë burrit marrëdhënie intime, nëse për këtë nuk ka ndonjë arsye apo pengesë që parasheh shariati, hajd dhe nifas, që ta ruajë pasurinë e burrit, që me vetdije kryej detyrat si grua dhe nën, që të kujdeset për edukimin dhe rritjen e fëmijëve të vet.